Pasi I cilësoi frikacak, presidenti I SBA-s Donald Trump ka vijuar sulmet ndaj aleatëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Në një postim në rrjetet sociale, presidenti amerikan madje shkon më tej. Ai kërcënon se SBA do të marrë Grelandën nëse aleatët nuk e ndihmojnë për të zhbllokuar ngushticën e Hormuzit. Nëse të ashtu quajturit aleat të NATO-s vazhdojnë refuzimin e tyre për të ndihmuar në hapjen e ngushticës së Hormuzit, gjë që do të ishte shumë e lehtë dhe shumë e shpejtë, e thjeshtë dhe e sigurt për ta bërë, tani që lufta është fituar në masë të madhe, mund të më duhet të riafirmoj angazhimin ton për sigurimin e Grenlandës, për sigurinë ton kombëtare. Sinqerisht, shpresoj të mos vi deri aty, por do të shohim. Topi është në fushën e Europës. Trump thot se kanë financuar NATO-n për dekada, pa marrë asgjë në këmbim dhe se tani është koha që ata të shpërblejnë në një mënyrë apo në tjetrën. Presidenti SBA-s po ashtu tha se nuk e mbështetë një armëpushim në luftën në vazhdimin mes SBA-s dhe Izraelit në njërin anë dhe Iranit në anën tjetër. Nuk dua armëpushim. E dini, nuk bën armëpushim kur po e shkatron plotësisht palën tjetër, u tha Trump gazetarëve para se të largojë nga Shtëpia e Bardhë. Këto deklarata erdhen disa orë pasi Trump e tha se po kërkon bisedime me Iranin, por pretendoi se nuk ka askënd me këtë të bisedohet pas javësh sulmesh nga SBA-ja dhe Izraeli që kanë vrarë zyrtar të lartë iranian, përfshirë edhe ish udhëheqësin suprem Ali Khamenein dhe zyrtarin e lartë Ali Larijani. Irani gjithashtu hodhi poshtë bisedimet për armëpushim. Gjatë deklaratave në Shtëpinë e Bardhë, Trump minimizoi edhe varësinë e SBA-s nga ngushtica e Hormuzit, një pikë kyçe globale për transportin e naftës, përmes së cilës kalon një pjesë e konsiderueshme e furnizimeve botërore me naftë. Tensionet rajonale janë rritur ndjeshëm që kur SBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit të më 28 shkurt. Sipas raportimeve, sulmet kanë vrarë rreth 1300 persona, përfshirë mbi 150 fëmijë në një shkollë fillore për vajza. Irani është kundërpërgjigjur me sulme me raketa dhe dron që kanë shënjestuar Izraelin dhe ato që I konsideron si objektiva të lidhura me SBA-n në të gjithë rajonin, duke përshkallëzuar më tej konfliktin.